Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Cafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. E kemi folë edhe një herë të paktën këtu, bashkë me Visarin, se dhuna verbale mundet me sjell dhunë fizike, dhe dhuna fizike me sjell edhe pasoja dhe matronda. Dhuna verbale është rikthyer fuqishëm, dhe ajo vije nga pushteti. Pushteti i cili sulmon secilin që nuk mendon si ata. Sulmon veçanërisht ata që nuk i nënshtrohen. Dhe dy njerëz që kurse nuk po i nënshtrohen janë Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, dhe Sami Lushtaku, kryetari i komunës së Skenderajt. Vetëvendosje, përkatësisht Albin Kurti, ka nxjerr në front artillerin matron për t'i sulmuar këta dy përfaqësues politik, kryetar komunash, në emër të vetëvendosjes nëpërmjet Dejona Mihalit. Gjua e saj në raport me Përparim Ramën dhe Sami Lushtakun është jashtëzakonisht e rëndë. Por me gjas, zoti Kurti po do që të gjithë arsenalin me zbras mbi ta, në mënyrë që me prodhu dhunë fizike, siç edhe ndodhi para disa javësh në Skenderaj. Dhe kjo dhunë fizike mund t'i sjell përfitime vetëm Albin Kurtit, i cili është në pushtet, ka policin, ka agjensi tjera ligjzbatuese, tashmë ka edhe prokurorin, dhe me gjas edhe gjyqësorin. Për këtë temë, po edhe për mundësinë e krijimit të një qeverie të re, që për mu më shumë shkojmë në zgjedhje të reja se sa që krijohen institucionet, do të flasim me mikun tim Visarin. Mirë se erdhe, Visar. Gjuha e vetëvendosjes duket që nuk po ndryshon. Madje është bërë edhe më e rëndë, edhe më e poshtër, më akuzuese, më shpifse në raport me përfaqësues politik të opozitës që i konsiderojnë vërtet kocka të forta. Dhe në këtë rast, mu po m'dalin dy. Përparim Rama dhe Sami Lushtaku. Dejona Mihali po i thot për pamiu, për t'i fut të dytë në një thes, e mendume mirë për i tyre. Si e tu e po? Ka një nivel të retorikës, të cilin me kom pa që për shembull kanë herë njerëz të dhe vlerësojnë, për shembull ju duket gjetje për pamiu, ju duket gjetje, ju duket ta i kujtohet kur i thëke Albin Kurti Abdullah Koti, kur ka qenë Abdullah Hoti kryeministër. Edhe kjo mund të duket interesant për një kohë, por kjo është interesant si zbavitje. Nëse është interesant, se për mua është interesant fare, po edhe në kohë është si zbavitje. Ndërkohë që na po flasim për qeverisje. Edhe tash kjo gjuhë, e cila po përdoret nga Dejona Mihali në këtë rast, po është gjuha e vetëvendosur, gjuha e Albin Kurtit, i ka dy probleme madhore. E para është që është gjuhë absolutisht e papranueshme për politikën. Unë kam dëgjuar disa që thonë, na shtan fushati jo s'lejohet. Në fushati e kundërshton tjetrën me argumente, jo me çame. Se kjo kurfar dobije për publikun nuk ka. Edhe dyta është shumë interesante, a ke pa çfarë që bën akuzat të rënda pa kurfar baze. Ku i merr narkotikët? Kurfar baze nuk ka hiç kjo. S'paku Dejona Mihali nuk na jep kurfar evidencë që kjo mund të jetë e vërtetë. Apo jo? Domethënë çu akuzon ti tjetrën si përdoruesi narkotikëve, edhe aludimet që i ndërton ajo, pa prodhu kurfar dëshmie. Nga niveli i pushtetit, se kjo s'po flasin në qytetarë thjesht ato që mund mja fut kot. Po flet nga niveli i pushtetit, apo? Domethënë personi më afër i kryeministit, e akuzon një kryetar komune. Prapë jo dikon kështu, po që ka votat e qytetarëve të Prishtinës, komuna më e madhe e Kosovës, të cilët i thotë ti kuptojnë me narkotikë. Domethënë që si sulme pa bazë, unë mendoj që janë shumë të dëmshme për Kosovën, për shoqërinë edhe për zhvillimin e Kosovës, sepse pastaj këtu po përhumbet komplet dallimi në mes të asaj që është e vërtetë edhe asaj që është spekulim. Këtu e vërtetë edhe spekulimi janë bën një. E ti nuk mundesh kurfar shoqënie demokratike me ndërtu, kur nuk ka dallim në mes të vërtetës dhe spekulimit. Dhe që kjo gjuhë, egërësia e saj dhe qëllimi për cilin bëhet,
janë bo pengesa kryesore, mendoj unë, në Kosovë sot për zhvillimin institucional dhe demokratik. Kryesore. Unë me thonë njerëz, jo po qyre se ka edhe ky, jo po qyre se ka edhe ai, po, mund të ketë tjera. Që ky problem nis prej pushtetit dhe mënyrës që pushteti flet. Për shembull, cili ka qenë reagimi i parë në këtë valë të akuzave, e cila nuk po duket se ka më ndal. Reagimi i parë ka qenë për Parim Ramës apo. Çfarë ka thonë për Parim Rama? Ka thonë përgjegjësia për dhëvën atje në autostradë, që është a ka 2 vjet, 3 vjet që është aty. Që ka qenë një herë një vjet, është largu, tash është po rreth 1 vjet. E në të cilën sa jetë njerëzish janë humbë, si pasojë të asaj. Disa, po. 3 së paku që i divën. Tash ky po thotë, përgjegjësia për çdo është e ministrisë. A është e ministrisë vetë? Po pra se nuk e ke pastruar rrugën. Pse me legj është e ministrisë. Ti je përgjegjës për çfarë punë? Është pronar. Po. Edhe ta u çuni thanë ku e merr narkotikun. Ka ta merrësh pak. A nuk i fare ndjeshmëri që njerëz po desin? E të kjo çështja ndjeshmëri. Fare ndjeshmëri nuk jep që njerëz po desin, domethënë. Nuk ka njësa. Po çush mundesh ti në diskutim i cili nis për shkak të ndjeshmërisë së një njeri që ka humbur jetën aty, si pasojë e mosveprimit ton, neglizhencës, po them që ke bëu me qëllim. Sa të qoftë, neglizhenca. Si pasojë që asaj ti nuk nin fare përgjithësi, edhe deli thu tjetër ku i blen narkotikët, qysh. Domethënë, tu problemi është më së pari të një mungesë absolute e etikës bazike të sjelljes publik të përgjegjësve, të cilët megjithatë kanë përgjegjësi publike. Se kanë përgjegjësi publike. Albin Kurti, Deval Basha, Tejona Mihali, ky tjetri, ai tjetri, këta kanë përgjegjësi publike. Apo se i kanë marrë ato poste pra me mbështetje të publikut dhe paguhen për parave të publikut. E dyta, qysh mundet dikush i cili thot unë jam i gatshëm me bashkëpunu, njëkohësisht me pas si qëndrimi ka shi antarëve të partisë, me cilin po thot unë po du me bashkëpunu. Do më thonë, a është Sami Lushtaku që e kriminali për cilin po flet ti? Apo? A është Sami Lushtaku antar i Partisë Demokratike të Kosovës? A është Sami Lushtaku kryetari i komunës së Skënderajit nga Partia Demokratike e Kosovës? Qysh po do ti më ndërtu bashkëpunim me Partinë Demokratike e Kosovës me Sami Lushtakun mbrana? Nëse po do më ndërtu. Ose me LDK-n që e ka për Parim Ramën, kryetar të komunës Prishtinës. Ti do më thonë po bashkëpunojsh me njerëz që konsumojnë drogë, me njerëz që janë kriminalë, bandita, që do më thonë. Ti s'bashkëpunon. Okej, po pse po thua atëherë që jam i interesuar me bashkëpunim? Ku është ai interesim për me bashkëpunim? Se të sa do të më ndërlidhja me tjetër. A të bëni digresion të vogël, fal. A e ke pa për shembull stash që ka dalë kontrata e Kecit? Po. Për privatizimin e Kecit. Shumë mirë që e ka qitë dhe absolutisht respekt maksimal për gazetarin që e ka qitë ato. Edhe mendoj që është në interes publik mu dita e. U qum këtë vetë vendosë edhe ashtu e mbështetë gazetarin. Edhe të thotë çysha kanë bëu këta. Kush këta? Mimoza Kusari, apo? Po ti e ke ministrin Mimoza Kusarin. Çka kjo hipokrizi vëlla? Kush ka përgjegjësi për privatizimin e Kecit? Mes tjerash edhe Mimoza Kusari. Pse s'pe lyp llogaria saj? Pse s'pe përjashton? Pse s'pe përjashton? Nuk e ke bë ministre. Ja ke dhënë të njëjtin dikaster që e ka pas kur kohën e përfshimit në privatizimin e Kecit. A ka pasur ministri, tregtisë dhe industrisë. Njëjtin ja ke dhënë. E po më thu kjo kriminale. Çysh është kjo kriminale? Kof kjo kriminale, unë s'po them që është. Gjithmonë ka autor krimi. Unë s'po them që është. Kof që kjo kriminale, njërin prej kriminalëve e kin qeverisat. Vetvetiu nuk ndodh një krim. Absolutisht. Kur ndodh një krim, veçanërisht kësi financiar, që po interpretojnë kështu, ka autor. Kush janë autorët? Ja, na i dim kush janë. Kush janë autorët? Nëse qenë ka krim që kjo na i dim kush janë autorët. Po. Pra po them, unë s'po them që krim. To vlerëson gjykata. Ka vlerësu, ka marrë një vendim. Gjykata ka thonë që këta nuk kanë kryer kur fare vepre. Për çështja e drejtë centrale. Po çfarë shikon si çështje? Po. Po po them që ti nuk mundesh si parti. Domethënë, çore, nuk mundesh, nuk fal. Këta po mujin, po ta se këta nuk e kishin gale pse po rrajnë. Ta rrajnë kështu ditën për diell që thon. Po ti nuk mund të marrë dy qendrime, si mbështet si vetvendosis. Një sen që nuk i drejt me e bo. Është një marrë dy qendrime kundërshtuese njëra me tjetrën. Nëse je kundër privatizimit të Kecit, nuk mundesh me përkrah Mimoza Kusari ministre pik. Nëse nuk je kundër, mundesh, dakor. Çdo dyja duhet me i ndo. Të kjo çështja e ndjeshmërisë për viktimat, Visar. Kjo është temë që e diskutojmë në ti shumë herë. Si të qoftë nuk po du me u kthy në disa tema,
për shkak të ndjeshmërisë në raport me familjarët e këtyne. Por megjithatë ky pushtet ka treguar në vazhdimsi se nuk ka ndjeshmëri për viktimën. Ka ndjeshmëri për gjakun. Ka ndjeshmëri për jetën e njerëzve. Sepse në fund të fundit Zoti Kurti është me blinda, o thënë me blinda, me rotacion. Dhe familjarët ti edhe nuk rrezikojnë me u lëndu në rrugët tona. As në autostradë, as në grop, as në shkollë, as në ambulant, as në spital, as në gjë. Nuk rrezikojnë. Jetojnë diku tjetër, jetojnë në një shtet me standardin më të lartë. Në botë mbase. Jo vetëm në Evropë, në botë mbase, që është Norvegjia. Por megjithatë kjo nuk i bën, nuk i liron këta nga përgjegjësia që kanë për jetët e humbura të njerëzve. Nuk i liron. Që kjo rrugë që quhet autostradë, që është ndërtu në kohën e atyne që kanë shkatru Kosovën 20 vjetë, që pretendojnë këta, është ndërtu për diku 2 vjetë. Komplet është ndërtu. Këta nuk janë gjendje me hjek dheun për 2 vjetë. Pra këta s'kan fuqi, s'kan kapacitet, s'kan dije, e me gjas, mësë shumë të që unë besoj, nuk dojnë me i bë këto rrugë të përdorshme, të sigurta për njerëz që qarkullojnë to. Sepse, si që thashtë edhe një natë, në Rubicon, këta kanë ullë standardin, se ky me qëllim e ullë standardin e pritjes. Nëse këtë rrugë e lën kështu të bllokume, të pasigurt, ku njerëz të humbin jetën, lëndohen, shkaktojnë dame materiale, dame të shumë fishta. Megjithëse ky popull nuk i kërkon përgjegjësi pse ke gëny tash 6 vjet për autostradën e Gjilanit. Pra nuk përmendet më autostrada e Gjilanit. Kur njerëzit vetëm shpresë kanë me hek gur edhe nga autostrada, që mos me vdek, këta njerëz nuk e kërkojnë autostradën e Dugaxhinit. Nuk e kërkojnë po ashtu as të Podujeves. Pra ne e kemi pru debatin tek gur edhe që shemben në për rrugë si pasojë shirave apo lëvizjes së tokës, cilat nuk parashikohen kur ndërtohen ato. Pra janë marrë masa, janë bë pengesa, diga, po megjithatë fuqia mbi natyrore shpesh herë i ndodh. Shqet dhejë, gjithmonë shqet. Tush me hjek këto. Se njerëzit po vdesin. Për që ata i thojnë mirë mbajtje. E gjëja ma e rëndë që ka ndodhur është 2 gra, 2 nana nga Tirana, të cilët kanë lënë fëmijë jetima, kanë vdek në këtë autostradë, që këta nuk e kanë mirëmbajt. Janë 2 jetë e humbuna. Që është pasojë drejt për drejt të dhejut. Pasojë drejt për drejt. Nuk e kanë njohur terrenin, ka qenë koha natën, ka qenë me shi dhe kanë vdek. Janë desh aty ku është shem dheu. Kërkush nuk ja përgjegjësi. S'ka sinjalistik. S'ka kur gjë. S'ka gjë. Jo se ka njohur, edhe ato peshqit se ka njohur terrenin. Edhe unë ti që i bim që atë shpesh, ku e din ti ku ka shit dheu. Kur nisesh, hajde në. Jo se den duhet më kallëzu dikush. Se ti nuk e ke autostradën gjatë në mbikëqyre. Po qëra. E çka ndodh tani thonë, jo po ti ku e blen narkotikun. Po. Ku i të thonë për parim ramës? Kush po flet thonë. E kush po flet? Fal, kush po flet? A këtu të prita. Këtu të prita kush po flet. Njëri prej bazëve më të mëdha të drogës. Baroni drogës, që quhet tashmë. Është në Paraburgim dhe është antar i vetvendosis. Dëbirin e ka narrati. Është zbulu në komunikimet në aplikacionet Sky SS dhe Ky rast nuk është shumë i shtifrest, apo? që 1 vjet. Fiks që 1 vjet është arrestuar. Kemi diskutuar këtë. Është arrestuar që 1 vjet. Këto hetime, ku ka dalë ky, janë në kuadër të krejt hetimeve ku në Shqipëri po arrestohen për çdo ditë biznesmen të lidhur me trafikim droge, me trafik droge. Për çdo ditë, për shpërlame të parave, me ndërtim. Ky është pjesë e atyne. Apo që edhe pjesë e vetëvendosës. Edhe pjesë e vetëvendosës. Dhe jo vetëm ky. Dhe shumë të tjerë. Shumë të tjerë. Në Shqipëri, po, ka narkotik. Të lloj-llojshëm. Por
vlerësimet janë që drogat sintetike shkojnë nga Kosova. Dhe njoni prej atyne që është vërtetu që ka qu sasit madhe të narkotikëve sintetik, është antari vetëvendosis. Ka qenë asamblejisti vetëvendosis. Por këta njerëz janë të lidhur, ka dhe plot tjerë, janë të lidhur ngusht me narkotik. E mbase, zonja Mihali e din se kush ja shet, se mbase këta e kontrollojnë shitjen. Nëse veç është ashtu. Po kjo i thot, zotnik, këtu është gjaku, ka vdek. Ka vdek njeri. Në rrugën tone që jeti përgjec, ja po ti ku e ble narkotikun. Ku e ble, e tregojon e ku e ble. Në gjyq ku shkon atje, edhe duhet me dëshmu ku e blen se cili. Që mu mas pari, që i përmendet të dytë, mu po pëlqen për shembull edhe Sami Lushtaku, edhe për Parim Rama. Natyrisht që pastaj kur ti për shembull me diskutu gjuhën sene, mu me të gjetë 100.000 vrejtje të secili për tyre, po kjo s'ka rëndësi, mu po pëlqen një gjë. Që mas pari nuk kanë pik inferioriteti ka shik këtyre akuzave, përkundrazi ja kthejnë me të njëjtin model. Sepse kjo është e rëndësishme me ju kallëzu që në fakt çka e të folti janë broçkulla e çka të folti është e vërtetë. Unë po të lypi ty përgjegjësi për humbjen e jetës njerëzve për shkak të përgjegjësisë ligjore që e ki ka shi çështjes. Ti mu po flet pallavra, aludime, që s'kan kur far baze. Për çato shipin gjyq kur dush. Apo jo, tjetër. Ama që to do të më shku në burg dikush se po vdesin. Absolutisht, që to do të më dhon përgjegjësi dikush. Edhe këtu bile përgjegjësia është e qartë. Këtu nuk është pyetja e kujna kjo përgjegjësi, e dim qartë kujna është. Ministria e Infrastrukturës. Absolutisht, se tjetër kush s'mund më mbajt autostradat. Si është ajo pjesë e komunave, s'është kërkojna tjetër. E dyta, çiç ka buni dhe Jona Mihali? I tha Sami Lushtaku, tha ti veç një vjet e ke marrë pushkën në krah. Në krah. Dhe me kas nuk e ke përdor. Kjo është kadalë shpek, kjo nuk është kontestim i Sami Lushtakut më. Kjo është kontestim i UÇK-s. Se na pyetja e parë që është në Kosovë që është truk shumë. S'është shumë njerëz, por që ka pas njerëz që kanë shtruar, a ka bënë ai sanu që kjo ja jo. Na si shoqni, jemi dakordu në fund që po që kjo ka bëu diçka, e ka shliru Kosovën. Jo vetë me ndihmën e NATO-s, po e ka shliru Kosovën. Jo në angazhuar çata. Që atë hekim çit pyetje vit Tavolinës. Pra që kjo ka bëu diçka. E tash, mundja na më marr me kush okonu që kush jo. Po, fatkeqësisht ka njerëz në Kosovë që për një nuk janë kon bashkë angazhuar në luftë, e që ta kanë thonë mas luftës na komfort. Apo? Po, Sami Lushtaku që kjo? Samiu, sa e di unë kur s'ka dalë për Kosovë. A është Ramashara Dunja që kjo? A është Shqiptar që kjo? Kader Veseli, Recep Selimi, për që ta nuk ka pyetje ajo në kond në UÇK. Kur t'ja shtron të pyetjen e UÇK-s Sami Lushtakut, kur t'ja vën në diskutim kontributin e tij në UÇK, ti si e mo t'ju thonë Samis, a e kon në UÇK-s, a e kon krejt e dim. Ti e t'ju thonë fakt UÇK-s ka bëu kështu. Mos u shit me atë pushën krah që ke marrë se në kraj keni marrë. Qysh kraj ka marrë? Jo, s'ka marrë krah, rebe. Se ty e marrë pushë krah nuk e shliru Kosova. Kanë gjuka pak. Apo? Që to është kontestimi ju që për menimin të. Samiu është i dënuar nga gjykata e qarkut e Prishtinës, e asaj kohe, e regjimit të Miloševićit, në cilën gjykat edhe në prokurori kam punu aso kohë njerëz që tash janë me vetëvendosjen, janë gjyqtar, prokuror, që tash janë të pandashëm me vetëvendosjen, është dënuar mungesë për vrasje të policëve në vitin 1991-92, policëve sërbë, të një shteti pushtues. Sami Lushtaku, Hashim Thaçi, Rahman Rama, dhe disa të tjera, to Adem Jashari, pra ka qenë pjesë e atyne njerëzve të cilët vitet 90 e kanë ditë që ky vend nuk çlirohet pa luftë. Pra i kanë marrë armë, kanë dalë, kanë sulmu stacione policore, kanë vra policë të Serbisë, kanë plagos, janë përndjek, janë gjykuar mungesë, janë dënu për terrorizëm. Serbia këta njerëz i kanë ndjek, i ka gjykuar, i ka dënu për terrorizëm. Vetëvendosja sot po ja u konteston krejt kontributin për luftën çlirimtare të Kosovës. Serbia nuk po ja u konteston, vetëm cilësimin po ja jep si organizat terroriste UÇK-s. Pra ata nuk e kanë asnjë dilemë Serbia, që po këta njerëz kanë luftu, kanë vrarë policë, kanë sulmu stacione policore, kanë vrarë ushtar në luftën e Kosovës.
e pranon se ka gjykime, është më thosë që është i dënum nga gjykata e Serbisë me 15 vjetë burg. Mungesë. Sot është në Hag po gjykohet për luftën e çlirimtare të Kosovës. Është shumë me akt akuzat e Serbisë. Po akuzohet sot, pra është dënu një herë. Po akuzohet sot, Serbia po ja njeh luftën e këtyne, ndonë se po e cilëson terroriste, vetëvendosje nuk po e njeh fare. S'po e njeh. Ajo po thotë ju kom pas armik, këta po thonë se nikon heq. Si nikon heq. E si ka mundësi Serbia me njoft luftën e UÇK-s, ndonë se me cilësime tjera, se si pasoja asaj lufte Serbia nuk është sot në Kosovë. Ne jemi të lirë sot, dhe Serbia është bombardu prej natës, është dëbu prej Kosovës, dhe ka të tjerë këtu, që mbajnë pushtetin, sundojnë, që nuk e njohin këtë luftë dhe këtë kontribut. Apo veç një digresion të vogël, sot mendoj që është i rëndësishëm për shembull qysh në të kaluarën, të më thonë jo shumë të largët, kur ka qenë vetëvendosja në pushtet, i kemi abstrahu, ose i kemi te kalu me një fakshtu lehtësie do akuzat rana që jënë bo do njerëzve të caktuar. Ajo se kemi thonë, hajtë se s'kjo, nuk që branë, hajtë se s'kur gjallë. Atë kujtohet ty për shembull kur Hysamentin Feraj e ka vetë Ramush Haradinaj pëse s'ke dekti në luftë. Atë kujtohet? Publiko kona ja. Vllazniat kanë dekë të s'ke dekë. Kjo me ta kontestu me thonë se ke posti për një me. Apo? Dhe me thonë, si pas qësoj, Ramush Haradinaj i kalon vllaznit e vetë me dekë për me pështu për veti. Edhe s'ka luftu fort që mos me dekë. Apo? Tash konda që të veç për UÇK-n, edhe njerëz që ja kanë fort mërzi Ramush Haradinaj, personalisht, thonë ja për luftë aty s'kem çka më thon, për tjera çka të mujna. Apo, që është realiteti në Kosovë. Tash unë po them edhe një herë, se duhet me thjeshtësu këto ku problemi. Ja konteston Sami Lushtakut pjesëmarrjen në UÇK në luftë. Po i thotë si e kon. Nëse thotë që e kon, propja pranon që e kon. Po s'keni bo kur gjë, kjo kontestim jo moj Sami Lushtakut, është i UÇK-s. Sa ju kon? Del thuj. Albin Kurti mund me dalë me thonë Sami Lushtakut nuk o kon UÇK. Edhe argumentoni. Momenti që thu kjo kon UÇK. Po s'ka bo kur gjë. Po lesë s'keni bo kur gjë, ke bjen që UÇK-s pas ka bo kur gjë. E atëherë tem tjetër pra. E diskutojmë edhe këto. Veç del kallëzo thuj, unë mendoj që është, unë mendoj që UÇK kur gjë s'ka bo. Si më rrim këtë pikë. Tash edhe nëse duhet me pas njerëz parasysh, se më beshoj jo po thonë Dejona. Po Dejona ka shumë pushtet. Absolutisht po. Po e ka të delegum. E kena pa që në secilin sen që flitet për qeverinë diku kishte edhe soja. Po më është në përgjime që pushtet jep drejt për së drejti Albin Kurti. Po e ka të delegum pushtet. Drejt për së drejti Albin Kurti. Kur flet Dejona Mihali, edhe çdo statuse nuk janë çdo statuse që thotë veç ajo. Janë të Albin Kurtit. Ato jo këto e di nga dora e parë, domethënë. To s'pethamon si hamencim. Unë e një Dejona në Albinin. Kur ka ardhe Dejona, edhe ka nisë më angazhun të vizën e vendosje kështu me radhë, mu dëshke me lut ato me shku në tryezat shoqërisë civile, për shkakun kur na vyke me shku dikush me fol nga vetë vendosja. Na thëshën, apo shkon Dejoni, jo, mos dalën publik, mos anë mos këja, se ka marrë nga Shqipëria, ju jeni aktivistë të vetë vendosjes. Që tash betejën kryesuar publiku ka e bën ajo. Qysh erdhi ti shkëndërshim? Për çfarë qëllimi atë ti shkëndërshim? Kush ka shtem tash ajo me bo betejë me Sami Lushtakun për shkak. Edhe me përparim Ramën, me tjetrën nesër. Ka u bo Dejona Mihali që e përcakton çka flet secili deputet i lëvizjes vendosje dhe ministër. Çfarë vendime marrin? Kur e lëshojnë rrymën, kur e nalin rrymën, ku na japim të nderën, ku na se japim të nderën, a duhet me bajt drejtori i kekut ka shket ajo? Qysh vjen dhe të që kjo vendim? Që ti po thunë njerëz pengojnë Dejonën. Pse ngojnë njerëz Dejonën dhe be? Sepse ka Pse e ngon kompetenca. dikush Dejonën kur i thot hajde me kashket? Sepse e din që ka flet pushteti. Albini po. Sepse për ndryshe s'ta kish mbull kush. Albini, pra, pse kush u pushtet vendosje. Kur kam folur në fillim me ardhin e tyre në pushtet, jam përpjek me ja shpjegu këtij populli, veçanërisht partive politike në opozitë, se vetëvendosje po ndërton sistem paralel ka ndërtu mbrana shtetit Kosovës. Pra është shteti që këta zyrtarisht e kontrollojnë dhe është një sistem paralel të cilën e kontrollon Dejona Mihali. Dhe ky sistem paralel me gjithë këtë fuqi që ja ka dhënë asaj, nuk është rastësishme. Ajo nuk ka pozitë në shtet. Dhe nuk mundesh me ndjek penalisht për shpërdorim detyre zyrtare. Por ajo kontrollon gjithçka.
se ka ndërtu 2 sisteme paralele. Dhe sot, asaj përgjigjet drejtori i policisë, asaj përgjigjet drejtori i Kekut, asaj përgjigjet drejtori i AKI-s, asaj përgjigjet kryeinspektori i AKI-s, me të cilin del në përgërmi. Asaj përgjigjet kryesuesi i Këshillit Prokurorial që sot ka ardhur aty, e kanë instalu këta, një njeri që krejt aktivitetin me familje e ka në vetëvendosje. Pra të gjithë i nënshtrohen kësaj, që në fund të fundit, Kurti mundet me thonë, jo, unë s'jam këtu. As se kom thirrë në telefon, as kom fol, megjithse e kemi pa edhe zotin Kurti në komunikimet e WhatsAppit, kur ndërhyn direkt në çështje tenderash në Kek. Besnik Bislimi, zëvendësi i tij, po ashtu. Domethënë të gjithë janë, por e ka ndërtu një strukturë paralele spionazhi, kjo është spionazh, për të vepruar paralelisht me institucionet legale. Dhe kjo strukturë paralele, ilegale, që e ka ndërtu dhe bashkjeton me sistemin legal, është bë me qëllim të friksimit, linçimit, kërcënimit të atyre që nuk i nënshtrohen. Polic e prokuror janë ndjek, janë incizu, janë përcjell prej njerëzve të vetëvendosjes. Dhe kur nuk kanë pas ka ju bojnë, fare s'kan pas ka ju bojnë. Të paktën 2 prej këtyre policëve janë ndëshku. Njëri, hetus më të mirë, njëri është qenë në trafik Malishev, tjetër është qenë në trafik në Skanderaj. Dhe fundit, ne antari i njësisë së mbrojtjes së afërt, i cili është kujdes për sigurinë fizike të Albin Kurtit, ushtari UÇK-s, luftetar lirie, është ndëshku, është suspendu, pse ka thonë të vërtetën se Sami Lushtaku nuk ka provu me godit e skortën e Albin Kurtit. Është ndëshku, është përjashtu, është linçu. Pra këta e marrin personin, ty, mua, tjetrin, e nxjerrin në kryq, e goshdojnë, edhe thonë, ky është i keq, ky është i poshtër, ky është hajn, ky është i papërshtatshëm, i pabes, sepse nuk i përgjigjet rendit të ri diktatorial që këta njerëz po instalojnë çdo ditë më shumë në këtë shtet. Dhe natyrisht ne që nuk heshtim asnjëherë, flasim në një javë këtu, e shkruajmë për çdo ditë, e jemi unë në Rubikon e ju Visar në Debat Plus, ne jemi në front, po këta është dasht me ditë që kjo opozit. Këta a jenë të e ditë. Këta jenë të e ditë që ka të ndodhë këti veni. Si ka mundësi që kryen zgjedhjet, kanë marrë këtë rezultat që kanë marrë, dhe nuk flasin më. Ku është Vjosa Osmani që neve na alarmante se Albin Kurti është e keqja, është njëri rrezikshëm. Pse tash nuk flas? A veç kur ka fushata? Jo, duhet me mbrojt këtë shtet. Republikën e Kosovës janë të obliguar me mbrojt edhe këta të opozitës që kanë vota në kuvend. Po secili individ që ndjen veten pjesë të kësaj shoqënie duhet me mbrojt. Nga kush? Nga këto struktura paralele të cilat e kanë gufat shtetin dhe një sistem ilegal e kontrollon shtetin legal. Edhe merr vendime shumë të rëndësishme për neve, pa pas na kurfar as qasjen e informat e as mundësi të kërkimit përgjegjësisë. Se demokracia funksionon vetëm në një bazë të parime. Secili person që e ka pushtetin ka edhe procedurë llogaridhënieje. Ç'është funksionon demokracia? Po se pati llogaridhënien, pastaj nuk ka demokraci më. Ai mund mos zgjidh me vota. Po s'është demokraci. E na jena në çështë situatë ku na i zgjedhim me vota liderët, apo Albin Kurtin e bën kryeministër me vota, po pastaj të ndërton një sistem i cili nuk ka llogaridhje. Për shembull, janë dy e transferon pushtetin të dy lloj distancimesh. Pra, ai e mon Dejonën pa pushtet procedural formal
edhe i thot, ke tjerë dhe varëzët vetë, ju kalëzët që kjo është pushteti vërtet. Këto keni me shkuja. Albin Kurti përmes Dejonës i dërgon mesazhet tek ne. Çka ndodhë? Nëse që ky vendim, X vendimi, deli gabum, aferë korruptive, personi që e ka nënshkruar që jo ministre, shkon në gjyq. Personi që i ka thonë nuk ka përgjegjësi. Pra Albin Kurti si kryeministër po ashtu është i liruar nga përgjegjësia. Po se thotë, unë se marrë me këtë punë. Do të thonë, na e kena Po ja aferën. ka delegu kompetenca. A e kena aferën që e ke zbuluti, ke diskutime për të, në paparazzi për rezerva shtetërore. Kush është për rezerva shtetërore? Është ministra. Po. Ku është ministri, as deputetës u bëmë. Këta tjetë as kanë pas në ndikim në atë procese, Albin Kurti tjetë. A kanë pas? Ku janë? Janë në pushtet. Nuk ka, këtë thotë, s'ka më në kur që me ta, ministri ka marrë një. Aja ngrata as deputetës u bëmë. E, po vallaj letë e din, të ëvëbe. Letë e din, po më qëre rastin e rozetës. Absolutisht, qëre rastin e rozetës, qëre rastin e akipit. Dhe kjo është shembull për të tjerë. Rozeta Hajdari duhet më pendu dhe më shku në prokurori me pashkëpunu. Absolutisht. Sepse aja duhet me ditë një gjë. E në fakt unë besoj që tashmë e ka marrë vesh. Që Zoti Kurti e bë kurban, pes pare nuk jep. Qysh se ban më. Ajo duhet më pendu dhe duhet më shku më refy. Kush e ka urdhnu me kry krejt këto veprime. Ne e pom në komunikime në WhatsAppin e saj. E pom. Jo, duhet me dal nga goja e saj. Me thonë, qëre, unë i kam kry këto veprime, ama unë kam marrë një urdhër nga dikush. Kush është ai urdhër? E kjenë komunikime Besnik Bislimin aty. Po Albin Kurti është njeri që ka urdhnu. Dhe ky nuk ja pes pare pse Rozeta Hajdari përfundon nesër në burg. Se të paktën 3 milion euro janë vjedh, Bisa. Janë vjedh. 3 milion euro janë vjedh. Cash. Pa ardhë malli hiç këta i kanë kry pagesa. Unë se di ku kanë shkuar. Ku janë 3 milion 3 euro? milion euro në mangojnë. Ta duhet më na- Jo dikush ka shtin gjep. Natyrisht Se po. kalzoj kush ka shti. Rozeta i del kalzon se thotë sikum shtiu ne ka shti që ky po mirë të kallza. Po let kallzan. Rregull jemi. Ajo duhet më pendu. Po që ky pushteti jo formal, që ky e ka instalu mbrana shtetit, ky e ka bua për me kontrollu, jo formalisht shtetin që udhëheq. Hikmeti Bajrami, se e kanë akuzuar për shumë se anë, çka si kanë thonë Hikmeti Bajrami. Po natyrisht ki drejt me kritiku Hikmeti Bajrami. Ministër ka qenë, kur e ka pa që po mungojnë 2 milion euro në thesar, ka shku i ka lajmëru vetë. Apo? Ka shkruaj email. Email Vetë ka shkruaj. qenë prokurorista, ka thonë që tu dikush ka vjedh. Gjon e kush? Rozeta Hajdari, kur e ka pa që dikush po vjedh, nëse s'është e përfshirme, ajo që s'po them që është. Dil kallzo thuj që ta po vjedhin. Edhe nuk o vonë, dila vetë kallza. A që s'kallzon, ki me marrë të dënimin pastaj. Jo, natyrisht. S'kem që më do vëllaj. Natyrisht kur je në një lloj në kësi organizate politike instalume në shtet dhe pastaj që kontrollohet nga struktura jo formale, ti je pjesë në një organizimi që edhe nuk guxojnë me fol. Unë e di, mëdhimet, nuk guxon me fol. Se ajo e din ku ka hy, ajo e din sa e rrezikshme është kjo strukturë. Se për çdo ditë po ndëshkohen njerëz edhe po vujnë pasoja. Dhe ky ndëshkim ka me i prek të gjithë. Madje duhet me ditë edhe këta të opozitës që nuk po e bëjnë punën e vetë sa duhet, edhe këta një ditë ka me i prek. Keve kam i varani. Derisa vendosin me unë nënshtru totalisht, mos merret kërkush me ta. Por në këtë vend me gjas ka njerëz që nuk nënshtrohen. Dhe po thonë prova për çdo ditë. E njëri prej tyre është Zoti Rama, kryetari i Prishtinës, që nuk po dorëzohet përballë këtij pushteti. Sa? Dikush po e akuzon që ai po do me prish mundësinë për një bashkëpunim me vetëvendosjen për pushtet, por gjasat janë që Zoti Kurti nuk po do pushtet me vetëvendosjen. Ai u tha, opozita duhet me kuptu që nuk mundet me usill si herën e fundit. Pra, duhet mu nënshtru. A nënshtrohen ajo, këtë nuk e di. Koalicion nga pozicionit nënshtrimit nuk ka. Ajo është nënshtrim, ajo është dërzim. Koalicion nga pozicioni i dinitetit ka. Nëse përdo me mri koalicion, mrijes si dinitas. Nëse jo, mu nënshtru, nuk është zgjidhje. Nënshtrim e pa nënshtrim, Kurti vazhdon me qenë në pushtet, me mbajt pushtet, dhe me gjas vendin ma me qefe që janë edhe në zgjedhje,
se sa me konsideru partner Partinë Demokratike të Kosovës apo Lidhën Demokratike të Kosovës, veçanërisht Vjosa Osmanin. Meq, ka që kishim për sot, shihemi javën tjetër.